Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Do të kemi sot në fokus një të ri shumë dimensional i cili më së tepërmi po merret me aktivizëm dhe pikërisht me sindikatat, një gjë e rrallë për moshat e reja, dhe është pikërisht Renato Muçaj. Mirë se ke ardhur Renato. Faleminderit për ftesën, mirë se ju gjetëm. Ta nisim nga sindikatat. Mua më duket si një e dalë mode kjo puna e sindikatës në kohë të tilla ku dinamika e botës është shumë e shpejtë. Shpesh njerëzit thonë që e dëgjoj edhe këtë opinion që janë struktura të vjetra, duhet diçka e re, më dinamike, edhe partitë politike janë struktura të vjetra në përgjithësi. Nuk është se, domethënë janë diçka që janë krijuar bashkë që nga vitet 1800, pastaj në Shqipëri datojnë që nga 1900 1905 kur kemi dhe lëvizjet e para të sindikatave. Pastaj dihet historia, gjatë kohës dy luftrave botërore ato kanë qenë tepër aktive, sepse u luftuan, u bën bashkë me forcat tona për të luftuar kundra okupatorit, edhe u bë dhe më shumë politike lëvizja sindikale atëre. Po pastaj dihet që kaluan në sistemin komunist, por në 90-ën sindikatat kanë një shpërthim shumë të madh në atë kohë kur ra sistemi, duke ndihmuar qoftë me rrëzimin e qeverisë atëre me grevën e minatorëve që shpallën grevë të përgjithshme në gjithë Shqipërinë dhe pati shumë impakt, dhe sindikatat ishin shumë të fuqishme, por edhe për shkakun se ne kishim ekonomi le të themi të centralizuar, që kishim ndërmarrje, kishim fabrika, gjë që më pas i shkatruan dhe aty filloi dhe tatpjeta e sindikatave, duke u shpërndar punëtorët në fabrikë, në le të themi në kompani të ndryshme, filloi kapitalizmi, ishin secili shikonte atë interesin e vet, edhe u vështirësua puna e organizimit sindikatave. Por sa për informacion, sot kemi sindikata dhe kemi dhe sindikata të mira, pavarësisht se njerëzit ndofta presin atë frymën e 90-s që sindikatat të ngrihen dhe të bëjnë revolucion. Unë thoshja në gjithë botën është kjo që nuk e kanë më atë forcën, sepse kjo vjen për shkak të rënies numrit të anëtarësimeve. Njerëzit janë qasen më shumë drejt kapitalit se drejt le të themi atyre interesit kolektiv. Janë më shumë individual sot njerëzit se sa drejt kolektives, por në kompani të ndryshme, në ndërmarrje qoftë në ente publike, qoftë në ente private, ne kemi sindikata. Unë përfaqësoj sindikatën e Post Telekomit, qoftë në telekomunikacion, qoftë në posta, ka organizime sindikale. Një detyrë e sindikatës është që të ngrej zërin, të mbrojë në ato vende pune. Nuk është që të krijojë greva dhe protesta masive qytetare. Sigurisht kur ka padrejtësi patjetër që duhet përfshihen edhe në kauza kombëtare, le të themi, ose kauza publike që mund të lidhen me ekonominë ose me gjendjen, me situatën e njerëzve, por në përgjithësi operojnë në kompanitë dhe në sektorët e tyre. Tani kthehemi pak tek studimet tuaja. Keni studiuar në Turqi dhe jeni kthyer në Shqipëri, kur në fakt pjesa më e madhe e studentëve që studiojnë jashtë zgjedhin të vendosen ato vende ku studiojnë. Po, e vërtet, dhe sidomos në ato vite që ne kemi studiuar jashtë, ka qenë trend ky që të qëndroje jashtë dhe mos të ktheheshe më. Unë jam rritur në qytetin e Fierit nga dy prindër që kanë qenë intelektual të shkolluar dhe që kanë ushqyer edhe tek mua të pjesën e vazhdimit të universitetit dhe shkollimit. Pastaj katapultimi im në Turqi ka qenë edhe për shkak të shkollës mesme, sepse unë 14 vjeç jam shkëputur nga familja, kam ardhur në Tiranë, ndërkohë që ata jetonin në Fier, dhe pastaj kemi qenë në gjimnaz këtu, kanë qenë kolegjet turke atëre që bënin dhe promovimin e studimit jashtë dhe se shumë shok tanët ikën disa në Itali, disa në Angli, u shpërndan në vende, disa të tjerë zgjedhën Turqinë, sepse Turqia ishte një opsion shumë i mirë, se atëre ishte periudha kur në Shqipëri po hynte edhe sistemi Bolonjës, që po ndryshonte sistemi 3+2, ndërsa Turqia vazhdonte me atë sistemin 4 vjeçar. Ne kishim një universitet me amerikanë, le të themi, nga mbrapa, dhe gjithë ajo 4 vjeçari ishte i barabartë me ato 3+2 që bënin studentët tu në Shqipëri. Pastaj, kur mbaruan studimet në Turqi, mua jo se s'më pëlqente Turqia, por mendoja gjithmonë që duhet
kthyer kemi qenë me atë idealin për të dhënë kontribut në vendin tënd, plus që familjen e kisha në Shqipëri dhe isha shumë i lidhur me Shqipërinë. Dhe doja që atë dia që morëm andej, pse jo mos ta vëm në dispozicion këtu. Dhe kjo ishte një nga arsyet kryesore që u ktheva. Nuk e shikoja të arsyeshme që kontributin tim ta jepja jashtë. Dhe në fakt e gjete veten këtu kur erdhe? Në atë periudhë kur unë kam ardhur, ka qenë një nga kompanitë e telekomunikacionit ishte blerë nga një konsorcium turk, dhe duke qenë që unë jam njohës i gjuhës turke, flisja turqisht dhe gjeta një ambient, le të themi, të ngrohtë aty dhe fillova punë në këtë kompani. Dhe isha, le të themi, në ato vitet e para i lumtur që punoj aty, domethënë e gjeta veten sepse gjithë ato dijet që kishim marrë andaj arritëm që aty të punsoheshim dhe të merrnim për kohën, kishte një kompani që paguante mirë dhe ishte me pagesa shumë të mira, domethënë telekomunikacioni ka pasur goxha paga të larta në krahasim me tregun. Kisha një pyetje në fakt, meqense fole për rrugtimin tënd. Doja që të tërhiqnim një tagent me të rinj si ty. E përmbush ky vend pritshmërinë që ju keni ndaj vendit tuaj, pra si të rinj që keni vizion, keni kërkesa sigurisht, keni ëndra për t'i realizuar. A i keni gjetur të gjitha këto, sepse e thatë juve që studimet në Turqi ju sollën në një kompani turke këtu, apo jo? Po. Në të cilën unë vazhdoj akoma punoj dhe kontriboj, që pavarësisht se tani nuk ka ndruar pronarët janë hungarez, por prap ne e kemi gjetur veten dhe kemi vazhduar të punojmë dhe të kontribuojmë në këtë sektor. Por duke ardhur tek pyetja juaj, sigurisht që ka disa të rinj që shohin të ardhmen jashtë, po edhe jashtë nuk është fush me lule që do të shkojnë atje dhe do të gjejnë çdo gjë. Nëse ka të rinj që janë të arsimuar, kanë një farë bagazh, ato shkolla, le të themi, kanë bërë me forcat e tyre, unë besoj se e gjen vendin. Në Shqipëria tani në këtë val, le të themi, tranzicioni që është akoma, kur një pjesë synojnë që t'ikin jashtë, ka dhe shumë vende të lira pune që janë këtu që kërkojnë specialistë. Unë do të thosha në fushën e teknologjisë dhe informacionit apo fushën e shërbimeve, ka shumë kërkesë tregu për punonjës. Kështu që të rinjt përpara se të marrin atë vendimin për t'u larguar, duhet që të shikojnë si opcion të parë Shqipërinë. Sigurisht disa thonë që paga, çmimet nuk dalin këto, unë bie dakord që gjërat kanë filluar dhe jetesa në Shqipëri ka filluar duke u ngritur standardet dhe të shtrenjtohet dhe bëhet e papërballueshme. Por ka opsione për ata që janë të mirë diplomuar, që kanë një arsim në një deg, le të themi, që është e kërkuar në treg, duhet ta shikojnë opsionin këtu në Shqipëri. Më duket mua, po të gjithë të rinjt sikur duan të bëhen politikan. Shiko, ndofta nga shembulli që je politika që kur çka ka dhënë dhe më përpara që duket sikur kur je në politik ti ke një status, ke një pagesë më të mirë, mund të sigurosh të ardhurë më të mira, por unë nuk mendoj se ky duhet jetë opsioni për të gjithë të rinjt politika. Politika është një mjet që duhet shërbej për atë qëllimet e tua. Nëse ti ke qëllim që të ndryshosh diçka, politika duhet shërbej për qëllimet e komunitetit sesa për qëllime individuale. Nëse ti futesh në politik, futesh për një arsye që ti të përfaqësosh një komunitet apo interesat e një grupi shoqëror, nuk duhet të futesh për interesin tënd. Për interesin tënd, shko punon në një kompani private, ta siguroj që mund të fitosh edhe më shumë edhe mund të kesh më pak kokçarje se ç'mund të ketë rruga drejt politikës, sepse dihet që në politik do atakohesh, do bëhesh pjesë, ka dhe këto risk nga mbrapa, kështu që duhet mbash një profil të lartë profesional që ti të shpëtosh, le të themi, pa u ciflosur nga politika e sotshme. Por nuk mendoj se duhet jetë vetëm ai opsioni drejt politikës. Ne kemi shumë të rinj që punojnë biznes apo kanë hapur bizneset e tyre. Do të thonë ka opsione të ndryshme që të rinj mund të shfrytëzojnë, nuk është vetëm ajo pjesa politikës, administrata publike, se shoh ndonjëherë që njerëzit janë të prirur për të shkuar në shtet. Edhe privati ka opsione shumë të mira. Ka kompani që, siç u përmenda, që kanë sindikata, kanë kontrata kolektive, që respektojnë të paktën ato drejta që ka kodi punës. Se ne nuk mund të themi tani që këtu është fush me lule dhe të gjithë i respektojnë. Kemi punëdhënës që janë
ditë e zezë kur i thonë që duhet menjëherë ndërhyrje te këta që e pushojnë punojësin pa një farë palarmërimi, apo i thonë mos hajde nesër në punë se nuk dua unë ty në punë. Këto janë disa gjëra që nuk duhet ndodhin në një shoqëri që pretendon që tani të afrohet sa më shumë drejt Bashkimit Evropian. Prandaj është një punë shumë e madhe përpara për të bërë në lidhje me të drejtat e punëtorëve, se ne na duket e mirë organizuar nga jashtë bota e punës, por se s'dua të vëgjishin plagë, duke filluar dhe me ju gazetarët, edhe fusha juaj ka shumë probleme. Për shembull, unë takoj gazetarë që kanë probleme me kontratat, kanë probleme me pronarët. Kështu që këtu te njerëzit e mediave që janë ajo figura publike ka probleme, mendo tani çfarë bëhet në një ndërmarrje fasoneri apo në një ndërmarrje tjetër të madhe kolektive që nuk dëgohet zëri punëtorëve. Renato, prandaj ta bëra pyetjen, sindikatat në kontekstin shqiptar sa zë kanë? Sepse pikërisht kisha parasysh këtë që ju thatë, sot ka punonjës që nuk i kanë rregulluar marrëdhëniet e punës ende me punëdhënësin. Dhe kur përmendet mediat, sigurisht si mediat ka dhe shumë të tjerë që punojnë dhe nuk janë të deklaruar, ose punojnë dhe nuk kanë 2 ditë pushim sikurse parashikon ligji, kodi i punës. Pra, duke qenë se këto janë të parregulluara, çfarë betejash fitojnë sindikatat? Okej. Unë ja u preka pak në fillim duke u nisur nga ekonomia e vendit që ne kemi. Për shembull, në një kompani ose telekomunikacioni, unë kam atje 600-700 punonjës. Dhe unë hy në bisedime me atë kompani për të përmirësuar kushtet e këtyre punonjësve. Punonjësit duhet të ndërgjegjësohen që sindikatat nuk janë siç e përmendet ju strukturat vjetruara apo janë gjërat vjetruara. Sindikatat është vetmi mjet që ata kanë për të organizuar. Sot ligji jon parashikon që 20 punëtor mund të ngrenë një sindikat. Unë kam rezervat e mia për këtë pjesë kodit punës sepse nuk mund të bëjmë sindikata në çdo vend. Duhet sa më shumë të grupohen, aq më shumë është zëri. Domethënë nuk mund ta defragmentizojmë sindikalizmin në çdo ndërmarrje të kemi nga 3-4 sindikata sepse është nuk bën sens. Por këtë ligji jon fatkeqësisht e mundson që t'i jep të drejtën 20 punëtorëve po të mblidhen bashkë, krijojnë sindikat. Por i jep drejtën edhe disa punëtorëve që të atashohen me një sindikat ekzistuese. Për shembull, nëse unë jam në X kompani telekomunikacioni, edhe ata punëtorët e tjerë mund të vinë dhe të atashohen dhe të japin autorizimin kësaj sindikate që t'i përfaqësojë. Sepse vështirësia zakonisht e punëtorëve ndodh që ata kanë frikë që të dalin përpara punëdhënësit tyre, përpara pronarit. Nuk dëshirojnë që të përballen. Mund të rrezikojnë ato që kanë. Po, dhe duke qenë që sindikatat kanë një status juridik, se sindikatat nuk janë fantazme, janë institucione le të themi që janë të regjistruara në gjykat, janë të identifikuara, dihet kush është kryetari, janë të regjistruara, pra kanë një vendim në gjykate, dhe ata mund të shfrytëzojnë këto mekanizma. Prandaj, qofse edhe ky emision ndiqet, unë këtë thirrje kam për punëtorët, që shfrytëzoni mekanizmat që keni. Nuk keni nevojë të shkoni ngrini sindikata të re dhe të bëni shpenzime të regjistroni në gjykat. Jo, keni një sindikat ekzistuese, telefononi, shoqërizotit, ne jemi në gjithandej në media sociale, mund të na kontaktojnë shumë lehtë. Po flasim për sektorin ton, po ka sindikata në shëndetësi, ka sindikata në arsim, ka sindikata tjera në tipografi, ka sindikata në polici, ka disa sindikata që operojnë në sektorin e naftës, minierat, ka shumë sindikata që janë aktive. Fatkeqësisht, dhe kjo është një fatkeqësi e madhe që ndonjëherë shtyhen edhe nga, le të themi, nga njerëz të jashtëm, nga OJF që vinë për të hapur sindikata. Sindikatat nuk janë OJF, janë një frymë e punëtorëve të cilët duan që të jenë të organizuar atje. OJF-ja merr një projekt, mbaron ai projektin, ndërsa sindikata jon për shembull është 34 vjeçare sot, është krijuar që në 91-shin dhe ekziston deri sot. Kështu që dalë se hape një problematikë të reti. Ka shumë problematikë. Si financohen sindikatat? Sindikatat në bazë të financimit të tyre kanë në kuotizacionin që paguajnë punëtorët. Pra që ti je antar një sindikate, ti duhet paguash për atë sindikat. Sa është pagesa? Në Shqipëri është qesharake, është 200 lek të reja, 2000 lek të vjetra, por në standardin në muaj. Në standardin normal, se si duhet të jetë nga 0.5% e pagës deri në 1% të pagës. Që të kesh një sindikalizëm tamam. Ne kemi marrëdhënie shumë të mira për shembull me sindikatën gjermane Verdi, që është sindikata më e madhe në Europë me 2 milion anëtar.
cilët antarët e saj paguajnë 1% të pagës. Tani duke marrë dhe 1% e pagave që janë në Gjermani, mendohet se sa lek derdhen për sindikatat. Dhe sindikatat atje kishin të punëzuar rreth 1500 punonjës që punonin vetëm për sindikatën. Pra, sepse këtu ç'a ndodh? Këtu nuk ka pavarësi financiare të sindikatave. Unë angazhoj punojësit e mi që kam aty të zgjedhur të kryesisë ose përfaqësuesi që ka zgjedhur kongresi, dhe ata janë vullnetar. Kryesisht janë vullnetar. Kur janë vullnetar mos i quaj punonjës. Pjesën e sindikalizmit ata kanë një status si të përfaqësues të sindikatës, janë të mbrojtur nga ligji, nuk mund t'i diskriminojnë punëdhënësi, kanë një mbrojtje dhe nëse ndodh kjo gjë, gjykata i jep të drejtë sindikatës, sepse kemi pasur shumë raste që mund të na jetë diskriminuar ose pushuar përfaqësuesi sindikatës dhe gjykata e ka rikthyer në punë ose i ka dhënë ato pagat që meriton, plus shtesë për atë dëmin që është shkaktuar. Por në një situatë të tillë që ne ndodhemi, për shembull, ata janë vullnetar dhe nuk sepse i paguan kompania, punojnë për kompaninë dhe në pjesën e tyre të lirë punojnë dhe kontribuojnë dhe për pjesën e sindikatës që merren me organizimin e punëtorëve, me organizimin e aktiviteteve, mbledhjeve, seminareve që ne zhvillojmë her pas here. Por duhet që sindikatat kenë një pavarësi dhe kjo pavarësi nuk arrihet dot me ato kuota që derdhin antarë, sepse duke qenë që numrat e antarëve janë në ulje, njerëzit nuk kanë interes dhe thonë që për shembull sepse kjo është dhe fatkeqësi, le të themi, e ligjit, po kështu është në gjithë botën që ai merr ato benefite për të cilat i lufton edhe nëse nuk është antar i sindikatës, nëse në një kompani sindikata arrin të firmosi kontratë kolektive me ty si punëdhënës. Pra nëse ne kemi vënë shpërblim për vitin e ri, kemi vënë rritje pagash gjatë vitit, rishikimet e pagave, edhe ai do t'i marrë sepse quhet diskriminim në rast se nuk i merr. Pra ligji duhet ketë një farë ndarje për atë që është antar dhe për atë që është jo. Por kjo ja ka lënë në dorë sindikatave që gjatë negociatave të kërkojnë nga punëdhënësi benefite shtesë për antarët e tyre. Do ma sqarosh pak këtë skemën, si ndërtojnë këto kontratat kolektive? Ju duhet të shkoni të bëni një lloj propagande atyre për t'i bindur që të bëjnë pjesë e kolektivitetit? Apo ata janë të ndërgjegjësuar që nuk mund të ecësh, nuk mund të fitosh si individ, por duhet të jesh pjesë e një grupi? Atëherë duhet të ndajmë diçka si fillim për të gjithë që kontratat individuale të gjithë secilit janë detyrim ligjor dhe në çdo vend që ti fillon punë, punëdhënësi është i detyruar që të firmosi kontratën individuale dhe s'duhet askush të fillojë punë pa këtë kontratë individuale. Kontrata kolektive pastaj është një dëshirë midis palëve dhe një luftë midis palëve, sepse në raste kur ne kemi një sindikat, po marr rastin e ton për shembull, ose në rastin e call centrit, sepse sindikata jonë përfaqëson dhe sektorin e call centrave. Kemi një grup punojësish të cilët janë të antarësuar në sindikat dhe kërkojnë, japin autorizimin sindikatës që t'i përfaqësoj kundrejt punëdhënësit. Dhe përpara se ne të shkojmë me një kërkesë te punëdhënësi, mbledhim kërkesat e tyre, sigurisht që shtojmë dhe numrin e antarësisë që të kemi një numër të konsiderueshëm përballë punëdhënësit dhe në momentin që shkojmë përballë punëdhënësit i paraqesim kërkesën siç ka ligji me shkrim për kontratën kolektive. Pastaj punëdhënësi nëse i shef dokumentacionin që është në rregull, ulet në një tryezë kështu siç jemi bashkë përballë me njëri tjetrin dhe ne paraqesim kërkesat tona, ata sigurisht që thonë jo, gjithmonë është shpreha jo se s'kemi lekë që ti bëjmë këto gjëra, por pastaj vazhdojnë takimet dhe insistimet. Në momentin se po e shpjegoj shkurtimisht se ka një proces siç e parashikon kodi punës, në momentin që ne nuk bijmë dakord, atëherë duhet të shkojmë në ministri, të shkojmë te zyrat e pajtimit, te zyrat e ndërmjetësimit, futet te ministria pastaj në mes, ministria e punës, nëse ti je i organizuar kombëtarisht si sindikat, nëse je lokale për shembull vetëm në Tiranë, mund të jetë zyra e pajtimit të Tiranës dhe derisa arrihet një marrëveshje midis palëve. Nëse nuk arrihet një marrëveshje midis palëve, që besoj se kjo periudhë mos gaboj zgjat 2 muaj, ty të lëndet drejta që të bësh grevë dhe të ndërpresësh punën në atë vend. Por kjo është një procedurë shumë e gjatë. Tani çfarë na ndodh? Na ndodh që ne kemi problematika që duhen zgjidhur shpejt dhe mundohet që ajo problematikë të zgjidhet në tavolinë që mos të hyhet drejt kësaj procedure. Në rast se është një rezultat që ne nuk e marrim atë që duam, njoftojmë punojësin nëse ata janë të gatshëm që të ngrihen kundër kompanisë dhe të bëjnë një, le të themi, protest ndërgjegjësimi. Ne organizojmë protest për mos shkuar tek greva, sepse greva kërkon gjithë këtë hallkën që të quhet e lishme, sepse në momentin që një sindikat ndërmerr një grevë
grevën në kuptojmë ndërprerje të punës, dhe thotë që unë do të ndërpres punën, duhet të ketë bërë një këtë procedurën, që ajo t'i quhet e lishme, sepse mund t'i kthehet edhe në bumerang, t'i quhet e palishme nga punëdhënësit dhe të penalizohen punojësit. Unë kam pas një rast që kishim një problem me shpërblimin e fund vitit dhe ne i kemi organizuar punojësit për protest, jo për shkuar në grev, por e pam që nga ana tjetër se edhe punëdhënësi nuk rrit duar kryq në të tilla raste, domethënë shpërdor gjithë ato mekanizmat e veta, drejtorët, presionet, gjërat poshtë që punojësit mos të ngrihen. Gjithsesi punojësit në një masë, domethënë jo aq të madhe sa ishte parashikuar në fillim, por e mbështetën. Dhe mu desh që kur e kuptova se si po agravonte situata, ti nxjerr punojësit jashtë kompanisë dhe ti nxjerr në rrugë, tek pjesa e rrugës që mos të quheshë një protestë e palishme që është organizuar brenda kompanisë edhe pa marrë leje, sepse normalisht kur ti bën grev duhet njoftosh, edhe duhet kalosh atë procedurën që tham. Dhe pavarësisht se atë vit për shembull nuk pati impakt, por pastaj u arrit një marrëveshje me punëdhënësin që vitet e tjera është dhënë shpërblimi i vitit 3. Pra ka disa skenar që mund të ndjekësh. Për shembull ne kemi pasur skenare të tjera që kanë qenë peticionet, kur ti mbledh firmat e gjithë punojësve dhe ja dërgon punëdhënësit. Plotësuar shikoj se nuk kam 500 punojës që kërkojnë këtë gjë. Pastaj ndërmerr hapa të tjera. Kemi pas raste kur peticionës nuk i është përgjigjur kompania ose nuk e ka neglizhuar. Kemi bërë protesta që i quajmë ne inteligjente, që janë gjithë punojësit, ne ju përgatitëm një etiketë në bluzat e tyre, i vendosën dhe kur punëdhënësi hyri në kompani, shikoj gjithë punonjësit ishin me një etiketë që kërkonin për shembull ndryshimin, ishte një çështje që kishte lidhje me ndryshimin e orarit. Kërkonin ndryshimin e orarit dhe u bë alarm, çka ka ndodhur, pse kanë gjithë nga një etiketë në bluzë. Këto janë forma që ne kolegë tan, partner, qoftë sindikata amerikane, qoftë sindikata gjermane, që na kanë trajnuar se si mund të bësh ti një reagim kolektiv. Edhe brenda kompanisë, pa ndërprerë punën, por për ta vënë punëdhënësin në lëvizje, sepse në fund të ditës ky është qëllimi, të vëmë punëdhënësin në lëvizje, që ai të reagojë kundra atyre kërkesave që ne kemi, që të na i plotësojë ato kërkesa që kemi. Kjo është gjithë metodologjia që përdoret dhe psikologjia e sindikatave. Kur diçka nuk arrihet dhe mbaron dialogu, që sa arrihet me dialog, atëherë do të përdoren këto mënyrat e tjera. Duhet të ndryshoj kodi i punës për çështjet e grevave, duhet të ndryshoj, por e drejta e grevave në shumë vende po cënohet, sepse shumë, le të themi, qeveri të djatha që po vinë në pushtet nuk e duan që punojësit të kenë të drejtën e grevës dhe është një problem shumë i madh, duke filluar që nga Amerika, që e ka goditur qoftë edhe me 4 vjeçarin e parë të Trumpit, por pritet që tani që ta godasi përsëri. Po, mund të ndalemi pak më vonë. Tani, përveç se ju bët një orientim teorik, na thatë dhe disa raste që i keni zgjidhur. Sa është probabiliteti që gjatë një viti ju të keni ankesa të tilla që punojësit cënohen në të drejtat e tyre? Prandaj unë ndala çik tek pjesa e parë, tek pyetja që ju bët më përpara për rëndësinë e kontratave kolektive, sepse faza e nënshkrimit kontratës kolektive dhe kur bie dakord që fillojnë negociatat është shumë e rëndësishme. Dhe punojësit duhet të jenë shumë të ndërgjegjësuar për këtë fazë, sepse ne i kemi edhe punojësit i kemi neglizhent. Ti i thua, çfarë problemi keni? Se do diskutohet kjo, do vendoset në kontratë, ajo kontratë do ri për 4-5 vjet aty, nuk do ndryshojmë më. Kështu që hajdeni angazhoni, na jepni, le të themi, ato inputet e tuaja, ç'a hallesh keni që doni t'i shtojmë në kontratë, sepse atje nuk është përpara punonësit, nuk është se shkon gjithë, shkon sindikata, shkon një grup negociator që shkon përpara punonësit. Po dhe ne kur vemi çojmë ato problematika që na japin nga poshtë. Prandaj është shumë e rëndësishme dhe kur firmoset kjo kontrata kolektive nga sindikata, ka një farë stabiliteti, se prandaj edhe punëdhënësi është i interesuar ta ketë, që mos të ketë rrëmuj në kompani. Dhe krijon një stabilitet edhe për atë, për të bërë planifikimet e duhura, që e di që kontributet për punojësit janë këto, shpërblimet janë këto, gjitha që do paguaj për punojësit është ky numër dhe ai e di në buxhetin e vet se sa lek do shpenzoj pak a shumë për punojësit. Sigurisht që ka ca pika aty në kontratë kolektive që janë të hapura, për shembull siç mund të jetë shpërblimi i vitit 3, që nuk duam 200, po duam 300. Domethënë shpeshherë lihet e hapur në sajt e curisë pozitive apo negative të kompanisë, nëse i ka arritur ato gjëra që ka parashikuar në buxhet. Dhe kjo krijon një stabilitet kontrata kolektive. Por sigurisht që kontrata kolektive nuk është një dokument që firmoset dhe ngelet aty të ndryshohet. Edhe nga punëdhënësi, por dhe nga ne kur ne kemi, duke ardhur te pyetja juaj, që kemi kërkesa nga punëtorët
që kërkojnë shpërblime, kërkojnë rritje pagash. Për shembull, un kam rastin e një call centri, kur kemi firmosur kontratën kolektive, ne kemi, sepse call centri operonte edhe në Tiranë dhe në Durrës, që nga call centrat më të mëdhenj në Shqipëri, dhe kemi rritur pagat e punonjësve durrësit sepse ata kishin probleme, ishin të më pak paguar se Tirana. Dhe u vendos në kontratë kolektive, bile është rasti i parë në Shqipëri, këtë mund ta konsultoni se unë kam pas rasti të flas me inspektoriatin e punës, që në një kontratë kolektive është vendosur limiti i pagës në çdo vit se sa do shkoj. Dhe pozitiviteti tjetër që ndodhi se u vendos për 3 vjet se sa do rritesh e paga e punonjësve durrësit që të barazoheshe me Tiranën, se kuptohet se janë një numër i lartë punonjësit, flasin për 1000-2000 punonjës që kompania ka ngarkesë financiare për të arritur atë pjesë. U vendos kjo në kontratë që se sa do arrish, por kompania operoi shumë mirë gjatë atyre 2 viteve dhe nuk e kapi në vitin e tretë, po e kapi që në vitin e dytë atë nivel. Po kjo na solli një problem tjetër, sepse ne kishim parashikuar pagat e operatorëve, atyre që janë kufje, që kanë dhe lodhje më të madhe, por ishte edhe stafi, ata që i supervizonin, ata që i menaxhonin. Tani na ka kërkesë nga ata që thotë, po në rrogat tona, se mirë këtyre ju i preket, duke parë që ajo pati një sukses, tani kërkojnë dhe rrogat e tyre, kështu që jemi akoma negociant me kompaninë në kërkesë vazhdueshme. Pra ju keni prekur triumfe, po i quaj kështu. Unë do të thosha pavarësisht se në media nuk flitet shumë sepse janë gjëra që janë të mbyllura në kuptimin që janë problematika kompanish që zgjidhen brenda aty vendit punës, por janë shembuj të mirë dhe shoqëria jon ka nevojë për shembuj të mirë, sepse kur kam filluar në fillim në sindikat, jam zgjedhur në 2014, atë çam thoshë se formova një grup të rinj, solla një grup të rinj, një mundësi të re, se sindikata ishte, por pavarësisht duheshin rinovuar strukturat. Dhe më thoshin që problemi që ne kemi kur shkojmë flasim me njerëzit është një shembull i mirë, që ne jemi bërë bashkë dhe kemi fituar. Dhe u fitua kjo pjesë e orarit, u fituan përsa i shpërblimin vitit të ri, domethënë nisin disa shembuj që njëra pas tjetrës ti kishe për t'ia u dhënë. Majlinda do ta antarësohet në sindikatën time, po unë duhet i hap asaj dhe disa shembuj që shiko, po ta antarësohesh dhe po të luftojmë bashkërisht, ne mund të arrijmë këto gjëra. Dhe diçka, Renato, si mendoni ju, çfarë është e parregulluar me ligj në kodin e punës që i cënon të drejtat e punëtorëve? Shiko, kodi punës, ndryshimet e fundit, hiq një 2 ndryshime që ndodhen tani për ditët e lejeve, që kaloi në gusht, një 2 ditë që u shtua, që normalisht kaloi pa konsultim me sindikatat dhe grupet e interesit, por u ngritën 2 deputetë, miratuan, ishte fundi, seancë e fundit, u miratua, ajo kaloi, vetëm kur na dolin lajme që ka ndryshuar kodi punës, që në një vend që ka sindikata, në një vend që ka një këshill kombëtar pune që ekziston, paktën se nuk është shumë funksional, duhet minimalisht që të ishte një konsult, që ne po marrim një këtë nisëm për ndryshuar kodin e punës, sepse kjo prek, sepse po të ishim në sindikata në konsult, ne do të thoshim pse 22 dhe jo 24. Pse 24 dhe jo 28, domethënë pse mos ta bëjmë 5 javë pushim lejen e punëtorëve. Domethënë do kishte debat, por ndofta për të evituar këtë debat u kalua ashtu si në heshtje. Por ndryshimet më të mëdha thelbësore që kanë ndodhur kanë qenë 2015 që kanë hyrë në fuqi në 2016 dhe kanë kaluar gati 9 vite, 10 vite dhe realiteti shqiptar ka ndryshuar shumë këtu e 10 vite, kështu që kemi le të themi po flasim për çështjen e digitalizimit, shumë punë janë digitalizuar, ka hyrë inovacioni, po shkojmë drejt inteligjencës artificiale. Kështu që ka shumë nevojë që të rishikohet përsëri kodi punës, se ka deficienca që duhen rregulluar. Po për shembull, më vjen ndërmend disa shtete që janë të fuqishme ekonomike, por edhe sociale, orarin 8 orarsh, e kanë zbritur në 6 orarsh. Ndërkohë që është folur në disa vende të tjera që të mos bëhen 5 ditë në javë punë, por 4 ditë në javë. Duke menduar që punonjësi i administratës duhet jetë më i qetë, duhet të shkojë me dëshirë në punë, të mos jetë i frustruar, të mos ketë edhe problemin e orarit. Mendoni që gjën të rënë tek ne? Po, gjën, se po përpara se të kaloj te kjo përgjigje e pyetjes, do të thosha edhe diçka tjetër. Kur Barack Obama mbante ato fjalimet e veta gjatë fushatës, një nga kur u takua me grupin e sindikatave, tha që shumë gjëra njerëzit sot i marrin të mirëqëna. Ndërkohë që kanë qenë sindikatat që kanë bërë ndër vite luftë. 8 orarçin e punës e kanë sjellë sindikatat në gjithë botën. Dhe
tani po vihet në diskutim pjesa e javës 4 ditore apo uljes së orarit punës, sepse është testuar në disa vende ky orar dhe testet kanë dalë që punëtorët mund të japin një produktivitet dhe me 4 ditë jave. Kështu që ne, le të themi, rajoni i Ballkani e ka që këtë tendencën e orarit gjatë, ne anojmë pak ndonjëherë edhe me mentalitet si lindja që duhet të punojmë më shumë orë që të arrijmë rezultate, ndërkohë që po të jemi efektiv në punë, atëherë mund të arrihet ky rezultat edhe për 4 ditë. Dhe një nga qëllimet që unë them kur diskutuam përpara që politika duhet të jetë një mjet që na zgjidhë problematikat, është që edhe sindikatat, duke ngritur zërin te politika, duhet që të sjellin këto të mira materiale. Sidomos kjo 4 ditë pune në javë do ishte shumë më mirë se ke 3 ditë pushim. Ne e provojmë vetë kur e kemi atë të hënën pushim që është një qetësim, ti largohesh nga ajo pjesa e stresit të punës. Duket sikur ke 2 ditë për familjen dhe 1 për vete. Po sepse atëherë kur vendos 8 orarësh, sindikata than 8 orë punë, 8 orë gjumë, 8 orë për familjen. Kështu që 8 orë fan që i thosin ata për familjen. Kështu që edhe kjo është një luftë që po bëhet. Një luftë tjetër që po bëhet, që është unë ta lidh pak edhe me çështjen e sindikatave, është po bëhet në Bashkimin Evropian nga kolegët tanë se sindikata jon është pjesë edhe sindikatave ndërkombëtare, organizmave të tjera sindikale europian. Dhe po luftojnë që paratë publike mos të shkojnë më tek kompani apo tek ndërmarrje, le të themi, që nuk kanë kontrata kolektive dhe nuk respektojnë të drejtat e punonjësve. Pra të bëhet si kusht për tenderimin që ajo kompani nuk duhet hyjë në tendera publik dhe të marrë lek publike nga taksat tona nëse ajo nuk respekton minimalisht të drejtat e tyre ose të ketë një kontratë kolektive, të ketë një sindikat aty që të mbrojë të drejtat. Me letra mund të qepen ato. Dhe kjo është një kërkesë që unë e kam hedhur dhe si test në Shqipëri që duhet të bëhet. Një problem tjetër që ne kemi është edhe po flas për pjesën e sindikatave, është që duhet mundësisht të eliminojmë vdekjet në vendin e punës. Ne kemi akoma fatkeqësisht ndodhin aksidente në vendin e punës. Sigurisht që aksidenti ndonjëherë është i paparashikueshëm. Po aksidente që na ndodhin se punëtori nuk lidhet ose nuk supervizohet të lidhet kur hipën mbaj ndërtesës ose hyn pa kaska ose gjëra të tilla, domethënë nuk duhet na ndodhin, se po pretendojmë që të shkojmë drejt Bashkimit Evropian dhe këtë standard ne duhet ta arrisim, sidomos duhet forcojmë këto inspektoriatet e punës për këtë çështje. Më ka shfaqur një problematik të ngjashme dikur një qytetare që punonte jashtë orarit zyrtar, e deleguar për punë të zyrës dhe nuk merrte asnjë shkresë me vete që t'i njihej kjo punë. Për arsye se punëdhënësi nuk donte ti paguante pjesën e 150% siç ka qenë dikur, po unë nuk e di sa është tani, mund të jetë pra orët shtesë. Pra pikërisht për këtë nuk i njihej si kohë dhe mund t'i ndodhte një aksident për shembull në këtë orë. A është e rregulluar kjo me ligj? Si mund të rregullohet nga sindikata? Në këtë rast është shkelje e punëdhënësit, sepse punëdhënësi në këtë rast eviton pjesën ligjore, sepse ai e di shumë mirë që në rast se e nxjerr dikë overtime ose mbi kohën e zakonshme të punës dhe e çon në një, ai duhet të ketë një urdhër pune njëri që ka shkuar atje, duhet të ketë një ose le të themi një email që ti autorizon që e çon atje, duhet të ketë një konfirmim nga punëdhënësi, nuk mund të shkojë një punonjës atje me kokën e vet dhe na ndodhin aksidentet dhe punëdhënësi pastaj të rrihet thotë jo se kam çuar unë. Vet punëtorët duhet të ndërgjegjësohen për këtë. Nuk mos të mendojnë gjithmonë se do humbun vendin e punës dhe dua t'i përgjigjem atje punës. Gjithmonë mendojnë këtë tani, nuk është kjo, sepse jeta është shumë më e vlefshme se sa i vendi punës. Vendi punës sot në Shqipëri ka aq shumë sa po të hapësh, po të marr shembujt e sektorit tonë të telekomunikacionit, më përpara tek të futesh në punë tek ndërmarrjet tona apo në këtë sektor, ti duhet të kishe një referencë, duhet të kishe një mik aty, duhet të kishe një dikë që të suportonte. Ndërsa sot ti ke një listë të gjatë të vendeve pune që kërkohen për këto ndërmarrje. Kështu që nuk duhet që të shkelet kjo edhe nga vetë punëmarrësi, sepse
Ne themi sindikata, po sindikata nuk është abstrakt, janë njerëzit janë sindikata. Domethënë ata e bëjnë. Nëse ata fillojnë të shkelin vetë parë këtë dhe nuk e ngren këtë si shqetësim, atëherë na ndodhin këto që unë thash, aksidentet në punë. Dhe ai thot pastaj shikoj se po punonte jashtë orarit punës. Po jo, mos e ke çuar ti atje, nuk po punonte jashtë orarit punës. Por në fund të ditës flasin letrat pastaj kur ty të vjen inspektorati i punës, thot mojzojnë ti ke vajtur ke punuar atje? Po, ku e ke letrën që ke punuar? S'kam. Jo, po ma ka thënë me telefon. Se kështu na ndodh ne me këta teknikët e telekomunikacionit që kemi një punëdhënës shumë të papërgjegjshëm tani në këtë moment, me të cilën jemi duke u marrë dhe ligjërisht me ata, të cilët përveç se kanë paguar ato shpërblimet e vitit të ri, por bën edhe ca arritje qesharake me demek sikur u burritën pagat, por sa për sy e faqe, dhe këta të njëjtën punë bëjnë. I nxjerrin jashtë orarit punës sepse ai është teknik, telefoni i thot lidhe se është filani, duhet ta lidhësh se s'bën tani. Ai del, bie nga shkallët atje në errësirr, i pa mbrojtur, pa mjete mbrojtëse, se ndonjëherë nuk i pajisin edhe me mjete mbrojtëse. Dhe bie, qëllon, na ka ndodhur raste ne kanë rënë njerëz mbi makina, kanë thyer xhamin e makinave, ka shkaktuar edhe dëm tjetrit, që janë bërë shumë probleme. Kështu që vetë punojësit duhet të ndërgjegjësohen me këtë pjesën e rregullit, mos pranojnë parregullsi, sepse po vënë, ata nuk e kuptojnë se mund të jenë djem të rinj, po vënë jetën e tyre në rrezik. Sepse sa të më lajmëroj mua si sindikat apo përfaqësuesin tim, dëmi atje mund të ketë ndodhur në terren. Kështu që ai vetë duhet ta ndalojë, sepse nuk ka asnjë detyrim dhe nuk pushon njëri nga puna se unë s'duhet punoj jashtë orarit punës. Sindikata juaj sa antar ka? Sindikata jon aktualisht ka diku te 800 antar, është shtrirë në kompanitë e telekomunikacionit dhe në call centrat. Kemi qenë edhe tek posta shqiptare, por posta shqiptare ka pasur disa probleme, shpeshherë aty ndodhin që kontratat i jepen dhe pa merit, kontratat kolektive, disa aktor lihen jashtë sipas dëshirave dhe kënaqësive të drejtorëve, domethënë, por ky është një problem që duhet me patjetër rregulluar. Kur ju thatë ndryshimet në kodin e punës, unë këtë do kisha njësi nga që të jetë një konkurrencë drejtë midis sindikatave, sepse nëse unë vi edhe të paraqes ty listën, sepse ligjërisht unë duhet vi ty të punëdhënës të paraqes listën e antarëve të mi. Nëse unë vi ta paraqes listën e antarëve të mi dhe ti i merr këtë antar i çon diku tjetër ose i thua që ikin nga kjo sindikat dhe futuni te kjo sindikat, kjo pastaj është që kërkon procedura gjyqësore, ligjore që ti ndjekësh. Por është një çështje që duhet zgjidhur në kodin e punës, që të gjitha ato sindikata që vinë, dokumentacioni duhet të jetë i rregullt, duhet të bëhen publike, duhet të ketë një transparencë me punojësin, sepse unë e di shumë mirë sot që nëse ne vemi bashkë ne tani te një zyrë postare këtu dhe të pyesnim kush është sindikata juaj, ata nuk e dinë, sepse për herë firmosin me një sindikat çfarë të dalin. Po, dhe diçka në ato. Nëse flasim për hierarki dhe për bashkim sindikatash, a ka një ent rregulator që i kontrollon sindikatat vetë? Se mund të ndodhë që të kemi dhe abuzim nga sindikatat, siç ka ndodhur, jo në pak raste. Po, ka ndodhur, shpeshherë diskutohet kjo çështja e pronave për sindikatat. Fatmirësisht ne nuk jemi të përfshirë në ato çështjen e pronave, nuk kemi marrë ndonjëherë pronë nga shteti, po ka pasur grupime sindikale që janë konfederatat e mëdha që kanë marrë në vitet 90 në përdorim prona shtetërore, por që fatkeqësisht sot nuk dihet pse ku janë dhe se si është destinacioni. U fol që do rishikohej, kjo ka qenë një ligj që mbaronte në 2022-shin a 2023-shin, por nuk është ndërmarrë ndonjë diçka për të identifikuar këto prona. Sepse ato prona shumë mirë mund të viheshin në eficiencë dhe të ishin të ardhura për sindikatën. Nëse folëm në fillim për pavarësinë ekonomike të sindikatave, nëse sindikatat do të kishin edhe një burim tjetër, që sot i shfrytëzojnë disa sindikata, po se për çfarë i përdorin ato burime ne nuk e dim. Por nëse ato të ardhurat do të ndaheshin në mënyrë të barabartë, le të themi, ose do të kishin ose edhe po mos jenë të ardhur, po thjesht ishin ambiente ku sindikatat zhvillonin aktivitetet tuaja, pse duhet unë si sindikat të shkoj të paguaj një dhomë hoteli për të bërë një seminar, apo t'i lutem një donatori për të bërë një seminar që ma paguaj këtë dhomë se nuk kemi të ardhur, kështu që të bëjmë ne një seminar dhe të ngrinim kapacitetet. Jo, nëse ne do të kishim pronat tona dhe nëse le t'i menaxhon edhe shteti, nuk është problem fare, por që ti sindikatave t'u japim falas, sepse sindikatat janë organizata jo fitimprurse, nuk hyn tek organizata fitimprurse. Sindikatat janë organizata që mbrojnë të drejtat e punojësve. Kështu që nëse ti e merr atë pronë dhe ma vën në eficiencë, unë nuk e se dua fitime nga ajo pronë, por të paktën më mundsoj që unë të bëj aktivitete.
Sepse ju e thatë shumë mirë, kur ke ato 3 ditë pushime t'ia kushton familjes dhe ne shpeshherë shfrytëzojmë ato ditë pushime për mbledhje punëtorë të bashkë, ata të largohen pak nga ambienti i punës, të ketë aktivitete sociale. Sepse kemi praktikuar këtë si sindikat her pas here, që i mbledhim punonësit me grupe të ndryshme, i çojmë diku jashtë Tiranës, aktivitete sociale që dhe ata të socializohen me njëri tjetrin, po ndërtojnë dhe atë frymën e skuadrës, edhe të njihen se shpeshherë punojnë në departamente të ndryshme, por nuk njihen me njëri tjetrin fizikisht, le të themi. Dhe kështu që është një mundësi e mirë që këto prona po të vijeshin në eficiencë dhe po të përdoreshin me tamam nga sindikatat për qëllime sindikale, do të ishte një plus për sindikatat. Nëse një antar i sindikatës kërkon një ditë të largohet nga sindikata, si vepron? Ka një procedurë, sipas statutit ne kemi që ai duhet të sjellë një kërkesë në sindikat dhe pastaj ne këtë kërkesë ne miratojmë dhe ja çojmë burime njerëzore, sepse duhet kuptojmë që antarësimi dhe largimi janë në vullnet të lirë, është në drejtë e tyre që të jenë pjesë apo jo e një sindikate. Ne kemi çik problem këtë frymën kolektive dhe sepse ajo kuota që japim për sindikatën është aq minimale sa nuk të kushton asnjë kafe tani, është 1 kafe, 2 kafe në muaj. Kështu që por sindikatat i ndihmon shumë ai numër, i ndihmon për të përfaqësuar dhe nëse ka drejtues sindikatash janë serioz që nuk shkojnë te punëdhënësit dhe të shiten atje përpara punëdhënësit, por të mbajnë dinjitetin e sindikatës, atëherë sindikatat ecin. Dhe unë këtë e kam arritur për t'i treguar punonjësve që besimin që kur ne dalim përpara punëdhënësit, duhet dalim serioz, jo të dalim si disa persona që shkojnë atje për të kërkuar interesat tyre personale. Ne duhet shkojmë atje për interesat tona kolektive. Ju sjellin probleme me derdhjen e kësaj kuote, po thoni? Jo, në përgjithësi rakordohet me zyrat financiare. Sigurisht që duke qenë që ato kuotat janë të vogla që mblidhen një herë në 2-3 muaj dhe i derdhin në llogarinë e sindikatës. Nuk është se ka probleme, sepse ne ja u thash kur unë kam ardhur në fillim kemi bërë disa ndryshime edhe digjitale. Sot mjafton të futesh tek websajti jon sindikata.net, aty ke formularin e antarësimit, aty ke që ti antarësohesh direkt dhe ai shkon direkt burime njerëzore që aty mbahet kjo kuotë nga paga e tij çdo muaj. Pra është kanalizuar nëpërmjet le të themi administratës së kompanive. Të bëj edhe një pyetje për transparencë. Këto të ardhura sado minimale simbolike, për çfarë shfrytëzohen? Këto të ardhura shfrytëzohen për aktivitetet e sindikatës, duke nisur nga seminare, këto aktivitetet sociale që u thash. Pastaj ka pritje për sjellje sepse ka edhe delegacionet huaja që vinë në Shqipëri që vizitojnë, ashtu si shkojnë edhe delegacionet tona jashtë kur kanë këto kongreset botërore europiane. Përdoren për edukimin e antarëve që mblidhen, ka seminare të ndryshme të cilat ne ndonjëherë i bëjmë me ekspert huaj që sjellim për të parë. I pranojnë punonjësit këto lloj aktivitetesh? Patjetër, sepse ato kur ne i thrasim në një aktivitet, ja umbulojmë gjitha shpenzimet punonjësve, qoftë edhe kur ka akomodim ose kur bëhen në bashkëpunim me donatorë të tjerë që mundsojnë sjelljen e ekspertit, se tani sjellësh një ekspert nga Gjermania nuk është shumë e lirë, le të themi. Kështu që ne kemi pasur bashkëpunime me Fondacionin Gjerman Friedrich Ebert që është ndihmon shumë në Shqipëri që nga 90-ta sindikatat sidomos i ka një nga shtyllat e tij të veta, sepse është një fondacion social-demokrat, kështu që merret me sindikatat kryesisht. Pra ka dhe ndihmesa që vijnë nga donatorë tuaj, por një pjesë mbulohet nga vetë sindikata. Reflektohen diku në një. Po patjetër, ne kemi pasur në faqen tonë kemi revistën që ne nxjerrim edhe shpeshherë përmbledhje të shpenzimeve financiare që ku kanë shkuar këto fonde, por edhe në mbledhjet e Këshillit Kombëtar dhe në mbledhjet që ne zhvillojmë domethënë me përfaqësuesit, se përfaqësuesit tanë janë të grupuar në Këshillin Kombëtar dhe atyre bëhet analiza e fondeve dhe planifikime se çfarë do bëjmë vitin tjetër. Të pyesë për diçka tjetër, në rast se sindikata kërkon bashkëpunime në nivelin e sponsorizimeve. Po. Është e mundur? Po, ja u thash me këto donatorët e huaj, të cilët mbështesin organizatat në përgjithësi, por nëse ti je i aftë, ke kapacitetet, ke një projekt të mirë, mund ta çosh edhe tek Bashkimi Evropian, ka koll që mund të vijë nga këto. Por në përgjithësi janë këta donatorët e huaj, Fondacioni Gjerman, ka qenë një fondacion suedez, Olof Palme, që kanë mbështetur
Pra këto janë në përgjithësi që kanë linjat e tyre të sindikatave. Po, dhe diçka tjetër, Renato, a ka hapësira dhe a e keni konkretizuar ju në fakt në praktik trajnimin e punëtorëve, e punonjësve për të njohur të drejtat e tyre, sepse pjesa më e madhe e punonjësve nuk i njohin të drejtat dhe prandaj s'kërkojnë, kur nuk di çfarë të kërkosh, si të kërkosh. Është e vërtet kjo, ne këtë bëjmë zakonisht, kur u përmenda trajnimet, seminaret, trajnohen për kontratën kolektive, trajnohen për kodin e punës, trajnohen për të njohur drejtat e tyre, sepse kur përmenden ka pas raste që nuk e dinin, domethënë që kjo është një drejtë e tyre, apo trajnohen se çfarë kërkesë llogarie mund t'i kërkojnë supervizorit tyre, menaxherit tyre, pra të njohin edhe marrëdhëniet që mos bien pre një presioni që vjen nga lart. Sepse çdo punonjës kur ne jemi me kontratë kolektive është i mbrojtur. Edhe në raste kur kompania për shembull bën reformë, do të shkurtojë një shkurtim kolektiv, përsëri ajo kontrata kolektive i jep përparësi sindikatës që të njoftohet paraprakisht, ne njoftojmë punëtorët se do të zhvillohet një shkurtim, pra ka disa benefite të qenit edhe pjesë e sindikatës, se ti informohesh pari për shembull që në kompani po ndodhin shkurtime. Dhe kemi pas raste që kur ne kemi informuar anëtarët tanë që do ndodhin shkurtime, kemi pas kërkesa nga anëtarët që unë dua të largohem, sepse kur ndodh një reformë marrin dhe ato paketat financiare dhe duan, ka njerëz që kanë pasur disa vite për shkak dhe kanë përfituar nga kjo. Unë për herë të fundit kur ka ndodhur reforma ka qenë shumë qesharake se unë nuk kam negociuar për të mbrojtur punonjësit, por kam negociuar për të hequr punonjësit, sepse kisha një listë prej 20 punonjësish dhe aq gati ishin ato, do hiqeshin diku te 50, po janë 20-30 ishin me dëshirën e tyre për të dalë. Kështu që hym mik ne në kuptimin për të negociuar për që ata të merrnin ato paketat financiare. Pra ndodhin dhe raste të tilla. Por në përgjithësi fokusi i seminareve dhe i edukimit dhe rritjeve kapaciteteve ne e kemi shumë në fokus të pjesën që punonjësi të di, por dhe përfaqësuesi sindikatës, se ndonjëherë zgjidhet dikush përfaqësues sindikate aty poshtë, por nuk ka informacionin e duhur edhe ai për kontratën kolektive, se si duhet ta mbrojë, se si duhet ja interpretojë antarit. Meqense jemi te rekrutimet, po e quaj kështu. Po. Ju jeni relativisht i ri dhe sigurisht ne jemi mësuar që në krye të sindikatave janë pak më të moshuar ose më të maturuar, po them në moshë. Rasti juaj, rasti veçantë, janë dhe disa sindikalistë të tjerë të rinj dhe prandaj dua ta fokusoj këtë pjesë, të rinj dhe sindikatat. Sa shkojnë me njëra tjetrën, se duket sikur janë në përpjesëtim të zhdrejtë, po e quaj kështu. Kur jam angazhuar në fillim në sindikat, kam qenë shumë i ri. Kam qenë gati 25 vjeç, diçka e tillë. Në 2011 ish kryetari jon zoti Shpëtim Vojka, të cilin e përshëndes, ka qenë iniciator dhe ai i prurjes së frymës së re dhe më thotë që nëse ke dëshirë që ta angazhohesh, kam nevojë për dikë për marrëdhëniet me jashtë, për shkak se unë njëja dhe punonsi ishte turk, njëja turqishten edhe anglishten, dhe tha më duhet dikush që të më ndihmojë në këtë pjesë, dhe jam angazhuar si sekretar për marrëdhëniet me jashtë në fillim për ta ndihmuar. Dhe më pas në 2014 ai do dilte në pension edhe unë vendosa që të kandidoj. Kemi pasur një kandidim bashkë me një kolegun tim. Arrita të fitoj në kongres me mbështetjen e delegatëve aty, dhe sigurisht që edhe kolegun tim që kandidoi përballë me, për shkak se ndonjëherë ndodhin këto përçarje që mos kishte përçarje brenda organizatës, e kemi bërë nën kryetar të sindikatës, ka qenë aty vite me mua dhe vazhdon të jetë akoma. Kështu që është shumë e rëndësishme ky përbashkimi, që ti do që aty fryma të jetë e bashkuar, jo përçarë në grupe. Dhe u arrit ky qëllim. Por unë tani që shikoj kam gati 12 vite që merrem me sindikalizëm, mendoj se asnjëherë nuk do më shkputet nga zemra pavarësisht se çfarë mund të bëj në jetën time pjesa e sindikalizmit, domethënë sepse jam rritur aty në sindikat që 28 vjeç jam zgjedhur kryetar dhe pastaj jam gati 12 vite që jam drejtuesi i sindikatës. Dhe ka të rinj që angazhohen, por ja u thash, ne jemi në një botë që kjo është një botë idealiste në fakt, kjo pjesa e sindikatës. Se unë hoqa dorë nga shumë gjëra brenda kompanisë në kuptimin që mund të kisha bërë edhe karrierë, mund të kisha zënë dhe pozicion drejtues, sepse kolegët e mi në cilët ne filluam njëkohësisht
u pozicionua në pozicione të tjera. Unë mbajta këtë pozicion dhe ndonjëherë më gasmon që si ka mundësi që vazhdove për këtë pjesë, ndonjëherë duke qenë kryetar sindikate, fatkeqësisht ne penalizohemi për të marrë një pozicion drejtues në kompani sepse ka konflikt interesi pastaj. Dhe unë e kam pasur çik problem këtë se ma kanë ofruar këtë pjesën dhe nuk kam dashur që të aplikoj në pjesën e punëdhënësit sepse kompromentohet pjesa tjetër. Dhe po shoh që kam pasur goxha të rinj aty që janë angazhuar dhe kanë ardhur. E vetmja çështja e kësaj është që nuk duhet të shohësh interesin tënd personal. Domethënë ca gjëra duhen bërë me idealizëm dhe me vullnetarizëm, sepse janë disa gjëra që të hanë kohë, por edhe të japin atë satisfaksionin kur ti arrin një fitore sa do të vogël. Sigurisht që t'japin dhe një status, por pjesa kryesore është idealizmi. Nëse nuk e ke atë si idealizëm, unë çfarëdo që të bëj tani do, si thon, jam bërë sindikalist dhe do vdes sindikalist në kuptimin që atë sindikalizmin do ta kem pjesë të time në të pandashme. Dhe nëse flasim në raport me politikën, e ka krijuar politika jon 30 e ca kusur vjeçare klimën që sindikatat të reflektojnë, të rezonojnë të drejta të njeriut, të punëtorit, por demokraci sociale, ajo që duhet të jetë në fund të ditës. Unë e shikoj këtë pjesë pak ndryshe. E shikoj se politika në vetvete është punëdhënës. Po të marrim qeverinë, po të marrim administratën, ka shumë. Dhe punëdhënësit në përgjithësi nuk janë fort të dashur që sindikatat të kenë një zë të fuqishëm. Pavarësisht asaj janë bërë zhvillime pozitive, sigurisht që ka pasur ndryshime të mira në kodin e punës 2015 që favorizonin punëmarrësit. Dhe ka pasur një anketë shumë të madhe nga biznesi sepse u kaloi fuqia punëmarrësve për të ngritur shumë problematika. Por unë mendoj që nuk është arritur akoma ai terreni për të pasur një dialog social të mirëqen midis palëve. Ne kemi një këshill kombëtar pune që duhet të ishte model që të funksiononte. Aty ka pjesë qeverisë, pjesë të sindikatave, pjesë të biznesit. Pra janë organizatat më të përfaqësuar nga sindikatat dhe nga biznesi dhe pjesa e ministrave e qeverisë ose janë në nivel zëvendësministri. Dhe aty nuk bën, unë kam qenë disa herë, më ka rastisur që të jem aty pjesë, domethënë dhe sindikatat vetëm me njëra tjetrën nuk bien dakord, që janë aty për të mbrojtur të drejtën. Mënyra se si futen sindikatat aty në atë këshill lë shumë për të dëshiruar, sepse ka një praktikë unë do të thoshë abuzive të përfshirjes së sindikatave, sepse ti nuk përfshish aty se ky ka pas një emër, ka qenë konfederat kur ti nuk e di se sa antar dhe çfarë përfaqëson ky, çfarë sektorësh, por i jep vetëm për emër ose për merit politike. Kjo duhet ndryshojë. Ne duhet të bëjmë një dialog social real, edhe qoftë le të themi politika apo qoftë dhe sindikatat dhe biznesi duhet të kenë një dialog social real me njëri tjetrin, sepse duke mos e pasur këtë ne dhe duke e bërë gjithmonë fiktive, ndofta kemi ardhur dhe në këtë shkallë të largimit të njerëzve nga puna, sepse ai e merr rrogën, thotë mua nuk më del, dhe nuk e gjen dhe atë, le të themi, ambientin e demokracisë sociale në vendin tonë. Kështu që duhet zhvilluar një dialog social real. Dhe që të ndodhi kjo, unë mendoj që dhe nga sindikatat duhet të ketë përfaqësues në politikë, sepse shpeshherë ndodh që del dikush edhe flet për sindikatat ose për punëtorët që nuk ja ka haberin fare ose nuk ka ardhur nga baza, le të themi, që nuk e di se si bëhet një kontratë kolektive, se si luftojnë sindikatët në bazë, çfarë bëhet, si mund të organizohet një protestë. Pra ka disa hapa dhe unë mendoj që sindikatat ose sindikalistët e kanë lënë pak pasdore këtë pjesën dhe duhet që ta shtyjnë përpara, që të kenë përfaqësuesit e tyre. Punëmarrësit janë grupi më i madh i interesit. Domethënë ata që punojnë drejt për drejt janë grupi më i madh i interesit. Unë do t'ju bëj një shembull që bankerët i ketë organizuar, noterët ose gjyqtarët i kenë në shoqata i ketë organizuar, që janë grupe të forta interesi në shoqërinë tonë. Po punëtorët dhe punëmarrësit pse nuk organizohen? Ata vendi i tyre për të organizuar është e sindikata. Zbresim në një pyetje dhe do jetë e fundit kjo. Po. Platforma Deputeti që duam është një platformë që ka ftuar të rinj dhe unë të kam parë dhe ty që i ke shfaqur ambicjet e tua për politikë. Pse?
Ambicjet për politik burojnë nga ajo që thamë më përpara, që unë mendoj që dikush nga sindikata duhet të jetë atje për të përfaqësuar denjësisht punëmarrësit. Dhe për shkak të angazhimit tim disa vjeçar në fushën e sindikalizmit, në mbrojtjen e drejtave të punëtorëve, unë kam kërkuar nëpërmjet kësaj platforme, nuk e kisha menduar ndonjëherë që do ta bëja, por duke qenë që u hap kjo si mundësi, pse jo, mund ta ngrinim zërin dhe nëpërmjet kësaj platforme dhe të triqnim dhe interesin e opinionit publik, po dhe interesin e politikës drejt kësaj fushë. Është një fushë që ne akoma kemi shumë për të bërë për ta afruar drejt standardeve të Bashkimit Evropian. Duke qenë që ishte edhe një thirrje Partisë Socialiste e Kryeministrit që për Shqipërinë 2030, që synohet që antarësimi i Shqipërisë 2030, dhe unë mendova që duhet të japim kontributin dhe në këtë pjesë. Dhe mendova që kjo do të ishte një mundësi për të dhënë kontributin që unë kam dhënë gjithë këto vite në ndërmarrjet tona në sindikatën tonë, por për ta ngritur edhe në një tjetër nivel çështjen e sindikalizmit, çështjen e punëtorëve. Ka shumë çështje që duhet diskutohen dhe duhet dikush që të rrijë atje dhe të ndjekë këto çështje. Se nuk është çështja vetëm dëshirës të zësh unë nuk e kam atë dëshirë që vetë të ulem atje dhe të rri, po të shkojmë për një qëllim të mirë për punëtorët në Shqipëri. Mirë, Renato, unë të uroj sukses dhe të falenderoj që ishe sot këtu. Shumë faleminderit. Miq të dashur, ishim me Renato Muçaj, bashkë mirupafshim.